patjetër. Me përgjithësi për shkak të gjitha angazhimit minimalisht ka pasur sfundmi dhe fakti që vjen nga një tjetër dëmtim i radhës. Ky është mendimi im. Do të përdoret vetëm pak minuta në fund. E para ishte ajo çfarë mendon ti se mendon Silvinjo. Tani çfarë mendon Silvinjo se mendon ti? Tani si e mendoj unë informacionin ideal që nuk do të ndodhi, por që ky është gjykimi im. Strakosha në port. Hyca në krah djathtë, me gjithë faktin që nuk ka minuta, unë ka pasur kritikat e mia, po unë të rasti hysa kam me pa minuta ka luajtur më mirë se kur ka pasur minuta, kjo është pak po e sigurt. Tek ai kam dështuar, dhe kam kritikuar, por ai në kombëtare ka qenë krejt ndryshe nga Lazio. Kështu që hysa në krah djathtë, gjimshiti me Ardian Ismailin në qendër, por mua Ardian Ismaili është aset i kombëtarës dhe nuk por mua është e pa mundur të mos jetë informacion titullar në krah të gjimshitit, pavarësisht se dysha me Arijetin për gjimshitin ka qenë gjithmonë një dyshe që Silvinjo si ka shkuar stabël. Mitaj në krahun e tij. Në këtë moment do të shkoja të sigurt në mes të fushës me Julian Sheun për shkak sepse është lojtari mbështetëtar me fushë topat e parë. Shërbimet e gjata kundërshtari topat e parë mundi kap, i vetmi që mundi kap është ai. Përpara linjës mbrojtjes, domethënë. Ramadanin në mënyrë pa diskutueshme do ta fuzja titullare sepse nga komentet e mia në Serie A me letën është një lojtar super në formë. Do të jetë një balotazh në mes të fushës disa metra më përpara Sheut dhe Ramadanit, do të jetë një balotazh në Tim Bajramit dhe Aslanit. Në gjykimin tim, ky gjykimi im. Pastaj do të shkoja të luaja në treshën përpara me Arber Hoxha në krahun e majt, me Anis Mehmetin, pavarësisht se nuk e ka krahun e preferuar për djathtin, do të shkoja të luaja me atë. Dhe Mirko Ozunin përpara. Ky është një mbledhje që jam. Kam vetëm një dilemë për Ernest Muçin, me thënë drejtën, sepse kam shumë dëshirë ta shoh në aksion për shumë minuta. Është një futbollist që mund të zgjidhë ndeshjen në moment, por duke marrë në konsiderat gjithë historikun e kohëve të fundit, unë besoj që Muçi nuk luan dot në qendër? Luan. Pritshmëria për Muçin, pavarësisht dëshirës tonë, nuk do të përmbushet nga Silvinjo dhe besoj që do të aktivizohet pavarësisht rezultatit vetëm në fund. Pse mund mos ishte në qendër Muçi për shembull? Në qendër të sulmit apo pas sulmuesit të qendrës? Jo, në qendër të sulmit. Dhe lejon Brojen dhe Ozunin të vazhdojnë në pozicione. Në qendër të sulmit, jo. E vetmja mënyrë që Muçin ta shihnin në fushën e lojës nga minuta e parë do të ishte një mesfush me shumë muskuj, pra me Ramadanin, me Julian Sheun dhe me Qazim dhe pastaj Arber Hoxha, Ernest Muçi, Arber Hoxha, Ernest Muçi dhe Mirko Ozuni. Ky është varianti i vetëm. E kuptoj. Për mendimin tim. Mirë, kemi dhe Rudi Vantën na është bashkuar në këto momente, ndoshta na jep një ndim për t'ia lehtësuar punën Silvinjo sot. Ndihmë të madhe që mund t'japi një njeri që i ka dhënë gjithçka kombëtarës, nuk besoj.